Jemi sërish në studio të dashur miq, është momenti sërish të largohemi këtë herë për pak më gjatë. Genta Reshka do të vi me njerë në lidhjen e saj të drejt për drejt, është sigurisht në një nga këndet e qytetit të Tiranës, aty ku mirëpret të ftuarit e saj të rëndësishëm, të cilët sjellin zërin e tyre të aktualitetit, por jo vetëm në këtë studio. Genta e dashur. Klevis, përshëndes. Përshëndetjem edhe me gjithë miqtan. Mirëmëngjes. Uroj të kesh kaluar mirë në këtë orë transmetimi. Në fakt unë do të vazhdoj ndjesinë e mirë sepse kam të ftuar sot një ish gazetar, sepse tani më aktivitetet e tij me librin e kanë larguar pak nga gazetaria, megjithatë më lejo të bëj një prezantim të plot. Albert Nikolla, antari asociuar i Akademisë Europiane të Shkencës, të Artit dhe të Letërsisë, antari i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve dhe antari i PEN Klubit Ndërkombëtar Frankofon të Belgjikës. E kam shumë kënaqësi, kem dhe librat e tij sot me vete dhe do të flasim gjëre gjatë për patjetër. Do të kemi mundësi të flasim gjatë e gjerë për gjithë aktivitetin e Albertit dhe le të themi përkthimin e të gjitha ndjesive të tij të hedhura në një roman dhe në një libër i cili është botuar në dy versione, në frëngjisht dhe në shqip, gjithmonë me poezi. Po kam ide nuk do të diskutoni vetëm për këtë gjë, por edhe për karrierën brillante të tij, kështu që unë po e kursej fjalët dhe po ta lë ty stafetën. Të falenderoj. Albert, faleminderit. Shihemi Klevis, faleminderit. Të falenderoj që je në One Morning, është një kënaqësi e veçantë që personalitetet cilët kanë bërë një karrierë, le të themi gazetareske, por jo vetëm në Shqipëri, rikthehen me të tillë background dhe me të tillë motivacion për të ndjerë ne krenar të paktën. Faleminderit për ftesën në emisionin tuaj. E prita me kënaqësi ftesën tuaj. Natyra ime është jam modest nga natyra dhe nuk para pëlqej të dalë në shumë televizione, megjithatë do përpiqem të flas pak për aktivitetin tim letrar në Belgjik, pasi aktualisht jetoj në Belgjik. Unë do doja ta nisnim pak nga ajo çka keni lënë ju në Shqipëri. Është një emër që sigurisht punuar në shumë media të ndryshme, tani më paktën Klevisi u kujtua, apo tha, një figurë shumë e njohur dhe dashur për gazetarinë. Ke lënë një gazetarit atyre viteve ku edhe sakrifikohej për lajmin dhe mundoheshim të ishim më me etik dhe më me vërtetësi. Çfarë ke parë sot, një ndryshim të vogël në këtë aspekt, pastaj do flasim për librat? Në kohën unë kam punuar në fillimet e gazetarisë pavarur shqiptare, është pikërisht momenti kur u krijua u formsua gazeta Koajon në atë kohë. Kam punuar në sektorin e informacionit e gazeta Koajon nga viti 94 deri në vitin 98 dhe kam punuar edhe në gazetën Shekulli nga viti 98 deri në vitin 2000 dhe gazeta Shekulli, kur kam filluar te gazeta Shekulli, ka qenë një gazetë e cila kishte 500 kopje dhe shitej për thjesht në një tirash shumë kufizuar dhe kemi arritur të qenë deri në 80.000-90.000 kopje. Dhe kam qenë në grupin e gazetarëve që kemi bërë një farë revolucioni, kemi qenë idealista dhe ndoshta kemi rrezikuar dhe jetën në atë kohë në kërkim të lajmeve, të gjë që sot për shembull nuk do ta bëja. Është më e rehat gazetaria sot, duket sikur shkojmë mbas disa linjave të përcaktuara më parë dhe kemi ndoshta më të lehtë dhe mbledhjen e lajmit, apo ka ende gazetarit mirë investigative? Jo, mendoj se shtypi shqiptar është në fazën e dytë, ka kaluar jo faza e parë e krijimit të shtypit pavarur, të shtypit të medias pavarur vizive. Tani është në një fazë të dytë, është në fazën që mediat po kontrollohen nga bosët e ekonomisë, sepse ka një interes mes marketingut edhe mediave, mes ekonomisë dhe mediave ka një lidhje shumë të fortë për shkak të marketingut dhe ndikimit në publik. Dhe të shihësh një moment shumë i vështirë dhe të punosh në media është shumë më vështirë, se atëherë ishim idealista dhe punonim me idealizëm. Sot nuk ka idealizëm, kërkohet më tepër një aspekt praktik me media dhe një komunikim më modern me publikun. Mendoj se çdo fazë ka vështirësitë e veta. Në fakt po, megjithatë tani më do të kalojmë në aspektin tuaj profesional të atë të letërsisë, e kishit gjithkohës e mbartët me vete edhe në kohën kur ishit gazetar, ishte le të themi një syth i paçelur ende dhe pastaj mori hovë apo si? Në fakt
Kur punoja gazetar, ajo që binte në sy në atë kohë, ranë sy edhe të gazetarëve të huaj, por edhe të gazetarëve që punonin për zërin e Amerikës, ishin shkrimet e reportazhet e mia. Shkruaja reportazhe vërtet interesante, edhe kur vinin gazetarë që punonin tek zëri i Amerikës apo Deutsche Welle apo edhe gazetarë që vinin nga Italia, gjëja e parë që më thonin reportazhet i shkruani shumë mirë. Ishte një shenjë e parë që kisha një aftësi të madhe për shkruar. Në fakt kisha botuar poezi dhe pikërisht kur isha gazetar në vitin 1995 botova volumin e parë me tregime që titulloi Dashnori i fundit. Ishin tregime moderne, është një libër që u shit brenda 3 muajve. Ishte periudhë e verës dhe njerëzit e merrnin në plazh dhe pata shumë lexues, sidomos 70% e lexueseve ishin femra dhe më thonin që janë proza në të cilën ne gjejmë vetveten dhe ky lexues më ka ngelur besnik edhe sot. Mirë. Eksplozim dashurie? Kjo është vëllimi në frëngjisht, apo jo? Po, në fakt unë i habe një konkurs për do zgjidheshin 10 poetë kontinentit evropian. Në atë kohë miku im Skënder Sherifi kishte përkthyer volumin me poezi, kishte përkthyer në shenjë falënderimi për përkthimet që i pata bërë në gjuhën shqipe. Dhe më tha unë dëshiroj të përkthej diçka në frëngjisht. Unë e dorëzova tek shtëpia botuese Harmatan, nuk kisha njohje miqësi fare. Në fakt ishte një komision, ata e lexuan dhe një ndër akademikët më të mëdhenj të Europës, Athanas Vatçev de Trasi, e kishte lexuar dhe kishte thënë që unë mund ta përzijej këtë poezi në 1000 poezi të tjera të 1000 poetëve dhe kjo është aq e veçantë sa që unë e njoh. Edhe kishte marrë numrin e telefonit, më telefonoi dhe më tha që do të shkruaj parathonjen e librit. Dhe mes ky libër unë nuk kisha ndonjë pretendim të madh, në fakt nuk për poezinë. Ky libër pastaj më hapi rrugët për të bërë antar i Akademisë Europiane të Shkencës, Artit dhe Letërsisë. Ishte shumë e çuditshme sepse unë nuk njihja askënd dhe nuk kisha asnjë lloj njohje me këtë akademi, aq më tepër që jetoj në Belgjik dhe nuk i njihja akademikët. Më vonë erdhi një akademik antar i kësaj akademie, Eugen Simeun, që është një rumun, po është shumë i njohur në gjithë botën, dhe më takoi në Bruksel dhe më tha që 5 akademik kishin propozuar pas i kishin lexuar këtë vëllim që të bësh antar i kësaj akademie. Para se të pyes ndjesitë tua të një vlerësimi të tillë, të çdo kush do ta dëshironte apo jo, unë do të lexoj poezinë që mban dhe titullin e librit Love Explosion, dedikuar momentit të krijimit të universit. Big Bangu nuk ishte qëllimi në vetvete i materjes inteligjente. Big Bangu ishte thjesht shpërthimi për të bërë të mundur dashurinë. Big Bangu mund të emërtohet ndryshe me frazën poetike Love Explosion në shpirtin e gjithësisë, sepse vetë krijuesi vendosi, vendi i dashurisë do të jetë toka. Këtu ligji i Erosit dhe Kupidonit nisi fazat e gjata të krijimit dhe në urdhëresat e afërditës u vë bota sipas planit, si një bebe dobët në krahët e nënës u shfaq njerëzimi në fillimin e së 7-ës ditë. Dashuria e vërtet është vetmja forcë graviteti me ylbere që mundet të shmangë për gjithmonë zhduken e njerëzimit. Dashuria është vetmja zgjidhje urtë, dinjitoze dhe e mençur. E vetmja rrugë pa dilema të frikshme, e drejtë plot shpresë, që na shpije drejt dritës së madhe të qenjes, pa na plagosur, drejt ëndrave të pasosura. Krijimi nuk ishte qëllimi në vetvete i materjes inteligjente. Krijimi ishte thjesht inxhinieria gjenetike për të bërë të mundur dashurinë. Krijimi mund të emërtohet ndryshe me frazën poetike Love Explosion në shpirtin e njeriut. Ke bërë një plan shumë fisht krijimin të universit, të dashurisë, të njeriut, të njerëzimit të botës së brendshme, më duket sikur ke jetuar gjitha kohët me këtë poezi. Po, në fakt ka dy lloje letërsish.
është letërsia e parë, është letërsia komerciale e përkohshme dhe e konsumueshme, siç konsumohen gjitha mallrat. E dyta është letërsia me karakter universal. Një miku im jeton në Kelmendi, që është edhe ai një poet shumë i madh që ka botuar në rreth 25 gjuhë. Kur lexoj vëllimin më tha Albert, dëshiroj të them që është një bibël e poezisë. Edhe unë ngela paksaj çuditor, i thash poezinë avangard apo jo? Është një poezi diçka mes asaj çka njeriu përjeton në të gjitha kohrat, por për të perceptuar dhe përthithur, kam përshtypjen duhet pak. Po, hyn mes poezisë filozofike dhe poezisë moderne. Është një përzierje, një amalgam mes poezisë filozofike dhe moderne, dhe ma kanë thënë. Po, patjetër, më vjen mirë. Të gjithë kemi një motiv kur i bëjmë gjërat, në fakt. Megjithatë, të shkruarit është një pasion dhe është diçka që lind brenda nesh pa shumë shpjegime. Megjithatë, duke qenë se është e jotja dhe ti me të ke mundësi të shfaqësh vetveten, ke ti një formë tënde të rrëfyerit gjërave, apo është kjo një mënyrë që ti do të na thuash diçka? Në fakt, kur shkruaja poezi dhe botoja në shtypin periodik tek gazeta Drita, Aks, që ishin gazetet e kohës, poeti i madh shqiptar Gjevaris Pahiu, por edhe Bardhyl Londo, më thoshin Albert, duhet përgatisësh një vëllim me poezi, sepse poezitë ke shumë të mira. Në atë kohë nuk besoja që mund të shkruaja poezi të një niveli të lartë, dhe më tepër ju përkushtova prozës, dhe gjithmonë ky elementi që i mosbesimit brenda vetvetes më shtynte të mos i botoja dhe të kisha frikë të botoja poezitë, me mendimin që ka shumë poetë dhe që mund të shtoj unë në poezinë kombëtare apo poezinë europiane. Por më lindi ideja më vonë ta botoja vëllimin që u botua tek Ilari në 2013-ën, dhe botova më tepër nga që kisha botuar shumë romane, thash të bëj një thyrje. E çuditshme ishte se pikërisht poezia më hapi shumë porta që unë se kisha menduar. Edhe po, sa i takon kam pasur gjithmonë një frikë të shkruaj poezi, sepse poezia është ndjenje lartë, është filozofi, është përjetimi i ndjenjave superiore. Po të shohim, ne nuk mund ta perceptojmë, ta zëmë Francën pa Arthur Rimbaud, pa Verlaine, pa Mallarmé, siç nuk mund të perceptojmë Gjermaninë pa Goethe e pa Schillerin, apo siç nuk mund të perceptojmë Amerikën pa Edgar Allan Poe. Këta kanë krijuar shtyllat e kulturës. Kështu që të shkruash poezi është shumë e vështirë. Sa i takon mekanizmit tim të brendshëm, unë jam një tip që e shkruaj poezinë në momentin që kam ndjenja të forta dhe nuk shkruaj poezi për poezi. Vlen për ty ajo shprehja më jep një dhimbje të madhe të bëj një kryevepër, apo ti di ku ta zgjedhësh dhe të themi dhe momentin e dhimbjes? Mendoj se suksesi im me këtë volum me poezi është sepse jam i diplomuar dhe jam specialist i poezisë moderne, kryesisht asaj franceze. Por, ana tjetër, vi nga një botë paksa romantike, kam kaluar një fëmijëri shumë të bukur në një vend shumë të bukur, edhe kjo ka lënë gjurmët e veta dhe kombinimi i këtyre dy elementeve, aspektin poetik të shpirtit tim dhe aspektin njohës, si kam një njohje thellë për poezinë, bile kam botuar edhe studime kritike në lidhje me poezinë moderne, shqiptare, edhe franceze, më krijon mundësinë që poezinë ta kem të frymëzuar, por ta kem edhe të latuar nga ana stilistike. Ka një lloj naiviteti, një lloj pastërtie që ti si duket tani që po më thua për fëmërinë që ke kaluar ashtu, tani e kuptoj. Mund them se kam gjithmonë gjëja më esenciale që është për një poet është që në shpirtin e tij të mos ketë urrëtie dhe të ruaj pastërtinë e tij. Në momentin që poeti fillon e urren dhe në momentin që poeti nuk di ta ruaj shpirtin e vet të pastër ashtu siç ja jep natyra, në atë moment poeti fillon e bie dhe nuk arrin të shkruajë poezi të bukura. Dhe këtë gjë e shoh te vetja ime.
Unë jam një tip që kam shumë të vështirë të hy në aspekte komerciale të gjërave, dhe kjo është shkaku që unë asnjëherë nuk kam paguar, nuk kam pranuar asnjëherë të botoj libra me pagesë. Gjithmonë librat janë marrë nga botuesit dhe janë botuar me shpenzimet e tyre. Pra janë botuar si vlerë, jo si le të themi vlerë materiale, po si vlerë poezie, si vlerë shkrimi. Tango mbi fushat e trurit, metaforë mrekullueshme. Ka qenë një moment që unë po lexoja Borgesin, por sa po isha shpërngulur nga Brukseli, në periferit Brukselit, dhe është një zonë mes aeroportit të Zaventemit edhe Brukselit, ka fusha dhe është një vend shumë i bukur, dhe duke parë, unë tango është kërcimi që pëlqej ta shoh shumë në televizor, duke parë një natë tango argentinase, e bëra një paralizë me fushat e Zaventemit edhe të Grimbergenit, edhe shkrova një poezi të tillë, por u zgjerova në gjeografi edhe me udhëtimet e mia që kisha kryer në Francë, në vende ndryshme të botës, dhe shkruajta këtë poezi. Ja shohim kurreshtin edhe shikuesit tanë. Tango mbi fushat e trurit, dedikuar asaj që kërcen tango në Argentinën e pasosur. Mos ma shkel syrin prej nimfe, mos më shty në hon. Bukuria e shkon shtatit tënd të gjatë si një medaljon, ku 700 diamante shndrisin në puthjet gjithë pasion. E ardhur nga mrekullit si një shpërthim meteorik, misteri të vjetër dorik, një gjenetike përsosur mbi pianon e notave të mendimit të bukur që ik. Ti këndon dhe teksa goja jote hape si trëndafil, pulsi e emocioneve gjithë trupin kozmik ma përshkron. Në pavionin e Barcelonës dua të të ekspozoj, ti të shmend vizitorët dhe Picasson nga varri të zgjoj. Kamë. E mjegulla e mëngjesit të ra dhe mbuloj ven me gjithë detra. Pa gjumë kanë kaluar natën plakat e vjetra. Në Washington, një irlandez luan golf dhe bën shaka me qenin e zi. Në Nigeri, një prostitutu dojq, në mes të rrugës, për tradhti. Bëj të ha mëngjes të lehtë, me çaj gjallë për reçel, po mendja më fluturon në Havaj dhe ishujt Kanarje. Të gjitha udhëtimet kanë markën e aratisë mbi supe, përfshirë dhe vdekjen, si testament të humbur të lavdis. Rruga më bën rrugaç të ngacmoj dhe të gjuaj me trëndafila. Ti vrapon drejt një vendi me spyllit ku fshihet shtëpia, aty cicërin një zog dhe shkul pemët si marr. Sakrifica si akt flijimi e bën zemrën më të gjerë. Gatuaj në kuzhinë humorin tim me krem karamel dhe çokoladë. Një ditë para lindjes së Krishtit nuk duhet ta kemi barkun thatë. Bazditet janë të hidhura dhe plakat thurin plane, të vjedhin dekoltet e nuseve që bëjnë dashuri me jaranët. I mora ëndrat dhe nisa t'i bëj omlet në tiganin e shpirtit marosur, t'i kërcet tango mbi fushat e trurit në Argentinën e pasosur. Kujtoi betejat me vestë të kuqe pashkësh, në fëmirin me mjegull, peshkun e shishëm të fatit, teksa i pishnin dikur në tjegull, pastaj fushat me grur të fermës dhe në përkat laramane, dashurinë e zhvidhosur me puthje, në mullarin me barsane. Ikjet në pyllin me dushje, dhe larjet lakurisht në gjoll, trungun fosforeshent në të panjës, që natën na dukej si gogol. Ti tani jeton në Las Vegas, unë jetoj në Bruksel, bota ka ndryshuar, ka më shumë femra ruse në bordel, dhe makina ime nuk është Cadillac stil amerikan, ndoshta më ke harruar, por prap shumë gjanë të kam. Të shumëzoj me 1 milion dhe ti përfundon në dërylje. Ka akoma dhe më, jemi në përfundim. Dielli perëndon e nata mbi pallatin mbretëror të Anglisë bie. Kush e puthi kush? Princeshën e re pas xhamit, kureshtja shtrin kthetrat me vrullin e tsunamit. Të gjitha mëngjeset e Bagdatit të shkatruara nga urrejtja janë ngri si dogmat e fetarëve, të zeza si vetë vdekja. Nga drejtarja e qiellit të 7 të gjuaj me tulipan, ti fle gjumë në shtratin e butë të dhomës tënde mondane. Televizori i pafikur transmeton një dokumentar me krokodil. Orgazma me zeshkanin shqiptar vërtet ka bërë shumë mirë. Gatuaj në kuzhinën e zemrës disa emocione të çuditshme dashurie. Krishtlindjet kanë ofruar dhe salloni po bëhet gati për pritje. Mbasditet janë të ëmbla dhe pleqë të urtë mendimtar, flasin për seksin e femrat dhe ikjen e zogjve shtektar. Mos ma shkel syrin prej nimfe, mos më shty në hon,
Bukuria e shkon shtatit tënd të gjatë si një medalion, ku 700 diamante shndrisin në puthjet plot pasion. Ke përmbledhur universin në këtë poezi? Kjo poezi ka tërhequr fakt vëmendjen e shumë kritikëve që janë antarë të akademisë dhe më kanë thënë që kjo poezi është ndoshta ndër më të rrallat që kanë lexuar. Më ka dhënë një kënaqësi të madhe shumë. Megjithatë është një poezi që në 2 faqe përmblidhen të gjitha përjetimet e mia që nga fëminia deri në... Pra, në këtë poezi jeti më shumë se në çdo shkrim tjetër, apo jo? Po, të gjitha përjetimet e mia emocionale që kam përjetuar që nga fëminia deri në ditët e sotme i kam përmbledhur në një poezi të shkurtër. Edhe kjo u tërhiqte vëmendjen e studios dhe thotë si ka mundësi që në një poezi të shkurtër të fusish kaq shumë element dhe të ishte do duheshin rreth 3-4 romane për ta shkruar dhe unë e kam përmbledhur në një poezi. Është ajo që në një poezi mund të bëj sintezën e një jete të tërë. Me sa duket po. Mirë, vazhdon të shkruash? Je në proces botimi të ndonjë libri tjetër apo je në fazë mbledhje? Po ti edhe duhet të mbledh apo jo? Aktualisht unë kam rreth 5 volume me poezi të cilat janë pa botuar, janë kryesisht botuar në shtypin shqiptar, tek Drita, tek Aksi, tek revista Merlit. Janë poezi që shumë poet shqiptar të cilët unë i përshëndes dhe që i dua shumë dhe që një pjesë për fat të keq kanë vdekur, duke filluar nga Robert Schwarz, nga Teodor Keko. Më patëm thënë që janë poezi shumë të bukura dhe duhet t'i botojsh dhe duhet të vazhdojsh në këtë frymë poetike. Gjithashtu edhe Bardhy Londo, Gjeveris Pajiu, gjithashtu më patë thënë që Albert bën gabim shumë të madh që nuk i boton poezit. Kam pasur fatin të kem poet të mëdhej rreth vetes, sidomos e quaj shumë fat njërin time me Gjeveris Pajiun, i cili më ka dhënë këshilla të jashtëzakonshme për poezinë dhe që nga kritika shqiptare nuk është studiuar sa duhet, sepse është ndoshta i vetmi poet hermetik i letërsisë shqipe. Është jashtëzakonisht modern dhe jashtëzakonisht i bukur në atë poezi që shkruan dhe që unë kam pas kënaqësinë të marr këshillat e tij. Por kam pasur edhe miqësi me Atzef Plumbin, i cili në fillimet e mia poetike më pa thënë Albert, ti ke talent të madh, por ti duhet të shkosh në perëndim, të mësojsh rrymat e perëndimit, sepse nëse do rish në Shqipëri do jesh një poet mesatar edhe talenti yt do shkojë kot. Edhe sot bëj çudi se si ishte aq larg pamën, si i parashikoj gjërat në një dritë aq optik tjetër. Edhe unë nuk jam produkt i rastësishëm, dua të them, në letërsinë shqipe dhe në atë që po hyn në letërsinë franceze, por jam produkt i një shkolle letrare shqiptare e cila më ka përgatitur të hyj në shkollën europiane. Dua të di konkretisht çfarë ndodh me ty në momentin që je antar i asociuar e Akademisë Europiane të Shkencës. Zakonisht gjithmonë ka një periudhë kalimtare. Ftesa më ka ardhur në mes të muajit mars. Isha paksa i çuditur sepse ishte akademikët e Europës e bën si surprizë, e bën nuk ishte se unë prisja një ftesë dhe për të bërë antar dhe s'kam pasur asnjë lloj ambicie për të bërë antarja ndonjë akademie. Kishte një justifikim, thuaj që disa antar të Akademisë Europiane të Shkencës dhe Artit, pasi lexuan poezitë tuaj, mendojnë që bësh pjesë e kësaj akademie. Ka 2 modele antarësh, janë antar kontributiv, siç janë Inva Mula, ta zënë, është antare kontributive e Akademisë Botërore të Shkencës, Artës dhe Letërsisë dhe paguan një shumë caktuar për të qenë antare. Ka dhe antar për merita akademike. Unë hy në krahun e antarëve për merita akademike dhe po përgatis një studim mbi shtektimin e miteve, është një esej që kam botuar edhe në Shqip
titullohet Shtektimi pelikanëve, në frëngjisht është Le Voyage des Pélicans, i cili do të botohet në Paris dhe është një studim i mirëfill se si mitet kanë ardhur nga lashtësia deri në ditët tona dhe se si mitet transformohet. Është një ese filozofike dhe ese shkencore mbi shtektimin e teknikave të shkrimit, të poezisë, mbi krijimin e miteve të reja, mbi shumë element që kanë të bëjnë me letërsinë, por ka edhe element artistik në ta. Kjo besoj se është faza e pare e aderimit tim në Akademinë Europiane. Këtë po e shkruaj direkt në frëngjisht, në mënyrë që sepse është kusht që të shkruash në gjuhën franke për të qenë antar i kësaj akademie. Ndjej shumë kënaqësi që arrit shkruaj në gjuhën franke dhe ndjej në thellësi këtë gjuhë, është një gjuhë e madhe. Por faza 2 do jetë një fjalor etimologjik, shumë gjuhësh, gjermanisht, anglisht, frëngjisht, shqip, greqisht e vjetër, sanskritisht, mbi origjinën e fjalëve të gjuhëve të kontinentit tonë, që do jetë një punë, që do jetë faza e dytë e aderimit dhe që do m'japi mundësinë të jem antar me drejta plota dhe me drejt vote në këshillin në asamblen drejtuese të akademisë. Jam shumë e kënaqur për të gjithë arritjet e tua, të cilat vinë vetëm si rrjedhojë e meritës. Dhe në fakt, Akademia Europiane e Shkencës nuk mund të veprojë ndryshe, por një shqiptar që shkon dhe ftohet, le të themi, në të tillë mekanizma, për mua është një kënaqësi e madhe të të kem bashkëdhetar apo jo. Të uroj shumë suksese. Dua të dëgjoj emrin lart e më lart në të gjitha hapësirat e mundshme të akademive më të arrira të Europës dhe të botës. Ju falenderoj për ftesën, ishte kënaqësi që mora pjesë në këtë emision. Duhet ju shpreh komplimentet e mia për përgatitjen tuaj si gazetare. Më pëlqen shumë që ka në gazetarinë shqiptare gazetarë që janë të aftë dhe kanë një kulturë të mjaftueshme për të drejtuar emisionet të një niveli të mirë kulturor. Unë e vlerësoj 2 fishe thënë nga ju edhe më vjen mirë që edhe pse ishim në një studio të hapur në natyrë, siç unë kam zgjedhur t'i kem le të themi të ftuarit e mi, ju ndjet mirë gjithsesi. Faleminderit edhe një herë dhe shumë suksese. Faleminderit, unë duhet t'ju këshilloja të drejtoni një emision kulturor në studio, sidomos të shtunën, sepse vërtet keni një përgatitje kulturore që edhe mua më ka mahnitur. E vlerësoj shumë. Shumë faleminderit. Klevis? Genta fitove një vend pune. Klevis më thotë që fitova një vend pune. Mua më vjen shumë mirë që rikthehen pas kaq vitesh, le themi, figura kaq të shuara që kanë dhënë kontributin këtu, kanë hapur degët e tyre në Europë kudo, janë pranuar nga akademi shumë të famshme me nivele të jashtëzakonshme, le themi, vlerësimi dhe janë pranuar si të tillë për vlerat që kanë. Më bën sinqerisht të ndihem shumë krenare. Por më mirë isha shumë e kënaqur që e pata. Bëj gati projektin, propozoje që të fillosh punën të shtunave. Pse jo, në fakt të dielën e pushuar nga puna, kështu që ti e di, të shtunën shfrytëzoj maksimum. Të falenderoj edhe ty dhe Alberti. Faleminderit ty Klevis, përshëndetje. Unë të mbarë në vazhdimsi, Genta do të vinë nesër me një tjetër personazh apo me një ngjarje ajo e zgjedh që sjellin në transmetimet e drejtë për drejta në One Morning, ndërkohë që ne do të shkojmë tashmë për pak minuta në muzikë të mirë, rikthehemi pas pak për të diskutuar me të ftuarin tonë të parë.